Mirë, do shkojmë tash në ambientet e Radio Kosovës, atje kemi kolegen Flora, që ka shkuar, Flora Magjaraj, që ka shkuar edhe takon Agim Kitën, kolegën ton tjetër, që e ka një emision goxha interesant, atraktiv. Fol Shlirë është titulli i emisionit, edhe sot e kanë një përvjetor të rëndësishëm, është 3 vjetori i nisjes së këtij emisioni, që është goxha i dashur pra për një audiencë të gjerë të Radio Kosovës. Flor, mirë mëngjesi, po kam lakmi merr malli shpesher për ambientet e radios edhe për studion e radios. Ai komoditete që ta jep studio e radios është fantastik. Edhe një herë, edhe për ju në studio. Edhe ne e tham kur erdhëm këtu tek radio që ta ndrojmë pak nga televizionit vim edhe këtu tek pjesa e radios, se sikur ai komoditeti është më ndryshe tek radio, krahasuar edhe me kamerat që i kemi në gjithë kohës prezent. E thatë edhe jo që ne sot jemi bashkë me Agim Kitën, me një emision shumë atraktiv për dëgjuesit, një emision që ka nisur para 3 vjetëve, sot që në do të thotë 3 vjetori, dhe është emisioni 761 sot. Fol Shlirë, me Kitën. Mirë mëngjese. Mirë mëngjese, Flora, mirë se keni ardhur. Mirë se ju zgjatëm, edhe pse emisioni është pas dite, ne sot kemi zgjuar herët që ti përshtatem me emisionit tonë të mëngjesit. S'ka problem, do të zgjona herët unë, patjetër. Për këto 3 vjetë, si ka shku kjo emision edhe a i ki prit, ndoshta që kam i shku tamam në këtë mënyrë, sepse është emisioni shumë i dëgjuar nga dëgjuesit. Edhe është tamam edhe, ndoshta edhe orari, edhe temat sigurisht e bën të vetën edhe ajo se çfarë diskutohet, se përveç temave ndoshta që janë problemore, janë ato argëtuese, është humori, prezenca e figurave shumë të njohura dhe e bën emisionin shumë të veçantë. Flora, fillimisht faleminderit që keni ardhur, edhe po duam i përshëndet gjithë kolegët në televizion, se unë shumë vite, gati 20 vite kom qenë në televizion, edhe më ka marrë malli për ta, se thonë që tash Kita na ka harru, jo si kom marrë. Agroni tham ka marrë malli për radio. Bravo, edhe Agroni po duam i përshëndet, Agron derën hapën e ke, edhe ti edhe Flora mundeni më marrë në radio, me siguri kem nevojë për juve, sepse fatmirësisht kem gazetar shumë të mirë, moderator të jashtëzakonshëm, gazetar të jashtëzakonshëm, kamerman si visari të jashtëzakonshëm, me shumë njerëz në rrezi që punojnë. Po 3 vite bën sot emisioni Fol Shlirë bën 761 emisione sot. Kur ka filluar ky emision në vitin 2022 me 9 maj, atëherë ndjeri Milajn Krasniqi realisht redaktori i RTK Radio Nishit. Ai më ka pas lut, në formë më ka lut, ka thonë hajde të lutna se duhet me bë diçka për radion edhe duhet me ngrit terminin dëgjoshmërinë. Dhe rom dakord me Milajnin që me bën një emision çyshe mendoj unë. Dhe ideja ishte që me bën një emision kontaktues, unë insistojsha patjetër se vetëm kontaktues me sen, jo që thomon shpesh e përdori me fol vetëm me vete, po kom qef me pas kontakt me audiencën. Edhe fillum, si sot më kujtohet Flora, telefonatën e parë kur kom fillu emisionin Fol Shlirë para 3 viteve, me 9 maj kom fillu. 9 maj kemi marrë 2 mesazhe. Në datën 10 maj, ka telefonata e parë. Është një dëgjues nga Franca, edhe sot e kësaj dite e kam dëgjues, edhe ai ka qenë telefonuesi i parë, gjatë që mahet mend çdo herë përmendet në emision që është telefonuesi i parë. Edhe mbajnë mend me teknikun, Astrid Demakun e kemi pas fillu emisionin bashk, ai në teknik, gjithmonë e përmendi se një 2 javë ditë ka qenë pak problematike, sa telefonata i kemi, mesazhet, sepse kur është emision kontaktuese, s'ke telefonata, është pak probleme i mbajt 1 orë gjys, edhe dikon mas 2 javë mbrim me i bë 10 telefonata. Dhe ishte një farë entuziazmi, wow, i kemi bë 10 telefonata. Por mas 2 muajve, mbrim me i pas 150 telefonata. Dhe sot kemi mbri, mos s'ka numër, telefonatat nuk ndalën në emisionin Fol Shlirë. Asnjëherë nuk them që është suksesi im i vetëm, që unë jam ai që kum pas sukses. Jo, suksesi është i përbashkët me tërë ekipin, me teknikët, me bashkëpunëtorë tjerë. Por suksesi më i madh, unë ja dedikoj suksesin e emisionit Fol Shlirë ekskluzivisht dëgjuesve. Ata janë që bojnë emisionin kjo që është. Ata janë motori kryesor që e mbajnë emisionin gjallë. Edhe në emision çdo herë përmendi që pa dëgjues të emisioni s'ka kuptim, sepse ne punojmë për audiencën, ne punojmë për publikun, por ata janë që emisionin Fol Shlirë e bojnë kaq argëtues,
emisioni Fëlshtir nuk është vetëm marktues, na japim edhe mesazhe sociale, mesazhe familjare, por ka njerë japim mesazhe edhe për te familjes edhe sociales. Domethënë, ideja e emisionit Fëlshtir gjithmonë ka qenë që edhe nëpërmes arkthimit me dhoni mesazh fund. Ka raste kur dikush se ka kuptuar, ka thonë tema shumë hajgare. Jo, se gjithmonë për një hajgarës unë në fund e jap një mesazh. Bashkë me dëgjues tonë e japim një mesazh. Si për familje. Edhe nga vetë emri i emisionit Fëlshtir, i nxit edhe më shumë dëgjuesit që të shprehen lirshëm në atë se çfarë diskutohet dhe ju në ditët kur edhe mbahet emisioni nga ora 16 deri në orën 18. 16:30. 16:30 deri në 18. Deri në orën 18, sigurisht që i shtyn edhe vetë dëgjuesit të shprehen ndoshta edhe shqetësimet e tyre ose nuk është gjithmonë edhe tek shqetësimi kita, sepse e thatë edhe ju ka edhe humor, ka edhe arktim dhe është ai orari kur shumica e përfundojnë do thotë edhe ditën e punës dhe pse jo të shprehen lirshëm në atë ose të ndihen edhe më komod qysh edhe përshtaten këto emisionet e pasditës. Nda realisht fatmirësisht emisioni Fëlshtir tashmë mikrofoni, frekuenca RTK radios është familiarizuar shumë me dëgjuesit. Emisionit Fëlshtir duhet me përmend që ata quhen Brigada 2022, ashtu vetë kanë emnu vetën dëgjues të emisionit Fëlshtir, edhe pikërisht pse ka filluar 2022 në emisioni, e kanë propozuar vetë, ja kanë vënë vetës emrin Brigada 2022, edhe çka është e rëndësishme shumë që edhe më herët me Visarin e diskutuam që tash nuk më ka ndodhur me kaq dëgjueshmëri të madhe, kaq shumë telefonata, nuk ka ndodhur që me degradu emisioni asnjëherë. Dhe thëtë, veç më ju falenderu shumë dëgjuzve, edhe me të regu që sa i përket emisionit tim, dëgjuz t'i kam tjerëzakonshëm, janë shumë të kujdesshëm. E përmendet pare nga Franca, do thëtë ka dëgjuz prej dëgjuz kam deri në Australi, deri në Amerikë, po se po, Kanadë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malizi, Preshevë, Bujanovc, por çka mu me entuziazmon shumë që asnjëri nga dëgjuesit nuk thet në telefon me fydiken, pa marrë parasysh çka është tema, nuk fyn njëri tjetrin, kanë kujdes shumë duke ditë që në vetur në atë komunët me qenë një prind me fëmijën edhe të e marrë për shkollës. Domethënë kanë konsiderat për gjithçka. Edhe problemet kur i shtjellojnë, kur ka një problem, shtjellohet çaq mirë që kanë njerë thëmë dikush ndoshta mundet me menu që jemi tu u trajnuar, tu bo bashkë dikun me shku me ushtru edhe me hyrë në emision. Do të thotë nuk kam pas asnjëherë problem me dëgjuesit, që me thonë pse tha kështu, pse tha ashtu. Kanë qenë një dy raste të izoluar shumë të vogla pa të qenë kurrë hiç, prej numrit ka marrë dëgjuesve, unë për me jam super falenderues ndaj dëgjuesve se janë të jashtëzakonshëm Brigada 2022, ka pas raste ndoshta edhe ju, kemi pas raste kur kemi marrë edhe iniciativa humane, për shembull rasti i parë kujtohet çdo herë për një familje në Drenas, i kemi pas mbledh 131.000 euro për 21 minuta. Do të thotë kemi thyer rekord. Po 21 minuta me mbledh 131.000 euro, kanë ardhur edhe shteti është problem me mbledh 131.000 euro. Ka pas raste kur kemi çu fëmijë me shëru jashtë, kemi mbledh 60.000 euro për 11 minuta, 12 minuta, 20 minuta. Por i kanë mbledh dëgjuesit jo unë. Se kanë ardhur dikush më thotë bravo kita jo, s'po bëj kurrë. Unë vetë po e marr një lajm për një familje nevojës, një fëmijë, po e publikoj e ju jeni ata që po i mbledhni të ullat, jo une. Unë nuk jam, që thënë fjalën popullore, unë jam bira e fundit e kavallit. Ata janë ata që bojnë gjithçka, jo unë. Unë jam veç ai që flet mikrofon, unë jam ai që filloj emisionin, edhe marr iniciativë, e pastaj janë dëgjues ata që e bojnë të gjithën. Si mirë, si keq, po fatmirësisht deri sot ka qenë gjithçka mirë. Kita çka është e rëndësishme sepse e përmendëm edhe ne ndoshta 1 orë gjysmë emision ose 2 gjysmë, sikurse që është edhe emisioni mëngjesit edhe e tham ndoshta përpara kamerës është pak më ndryshe, radio e krijon një lloj komoditeti sepse është ju prezenca e kamerës. Mirë, po është ajo energjia që duhet të dhënë në formë maksimale për gjatë atyre minutave që zhvillohet edhe emisioni. Dhe ndoshta është mirë tashmë edhe për shikuesit sepse ndoshta edhe dëgjuesit e dinë ose keni diskutuar edhe në tema të ndryshme gjatë emisioneve se sa duhet të ipet nga vetja energjia e një personi për të zhvilluar një emision në mënyrën më të mirë. Ndoshta ta shohin tashmë edhe shikuesit përmes emisionit tonë se sa punë bëhet për atë 1 orë e gjysmë emision. Flora, unë e kam provu edhe ekranin edhe radion. Ka pas kohë kur kam qenë edhe në ekran edhe në radio të njëjtën kohë. Por
dallimi në mes të ekranit edhe emisioneve televizive, që i kanë bo vetë, edhe të radios është dallimi sepse ti hyn para kamerës, e ke normal përgjithësinë para kamerës, çka po flet, çysh po dukesh, e krejt, mirë po nuk e ke kontaktin direkt. Problemi qëndron që nuk është lehtë me bëj emision kontaktues në radio, sepse nuk e din kush është mbrapa telefonit. Telefonatat vinë pa ndalë dhe ti nuk e din asnjëherë kush është mbrapa. Unë mendoj që emisioni kontaktues edhe trive po duam ju dhon mesazh. Kjo veç për trit është. Ata që mendojnë të ardhmen me u bë moderator, moderatore, vetëm bënuni vetvetja. S'ke nevojë me u bë dikush tjetër. Bënu vetvetja sepse publiku, audienca, dëgjues edhe shikues janë ata që nuk mundesh me i rrajt, s'mundesh me i gënjy. Ose je vetvetja, ose ke me dështu, patjetër rrije gjatë rrugës dështan. Momenti që je vetvetja, ti mundesh me bë edhe show. Nëse si vetvetja s'u bën show, se mundesh me bë show 5 minuta, pas 5 minutave kthehesh te vetvetja automatikisht. Kështu që unë flas për vete, unë momenti që kom hyrë me emisionin Folçlir, vetëm një qëllim e kom pas, veç me qenë Agim Kitat, që jam edhe me kolekt, edhe në familje, edhe kur dal me pi kafe, me qenë aja dhe mikrofon. Sepse që kjo fundit është ajo që e bën dëgjuesin mundi mirë, por energji do shmarrxueshëm. Ju tregova edhe më herët që unë kam një farë orari kështu tjetës time, unë 3:20, 3:30 e ha drekën. Por momenti kur hyn në emision në 4:30 edhe dal në 6, unë jam thuti s'kom hangër 2 motor buk. Sepse harxhe energji shumë madhe, edhe kur qeshët shumë në emision, edhe harxhen energji. Mandej është përgjithësia, është momenti kur ti duhesh secilin dëgjues me bë mundi mirë, mundi rahat kur thën telefon, jo më bëj ignorant, më thonë që ti nuk din, ose ti gabove, ose ti s'gabove, edhe harxhen energji koza shumë. Po në fund ditës, kur ta përfundon emisionin, ti je shumë i lumtur. Sepse din që shumë njerëz i ke të lumtur, shumë njerëz i ke me buzëqesh, edhe unë mendoj që suksesi i një njeriu është kur shpërndon dashuri shumë edhe kur i bën njerëz me buzëqesh. Po, kita kështu, për fund ta dim çka do të kemi sot në emisionin Folçlir. Në 3 vjetorin e emisionit. Sot në emisionin Folçlir kam mendu, kam u fol më shumë për 3 vjetorin, normal ku më dhon hapësinë dëgjuesve, me telefonu, me kallëzu përvojat e veta me emisionin Folçlir, ndonjë orem aty këtu. Edhe të thoraz i kemi folë edhe për festën e Ditës të Evropës, 9 majin. Kemi me diskutu që qysh është e mundën, për shembull unë kam shumë bec që jetojnë jashtë, bile përmendi shpesh në emision, vitin e kalum, me 9 maj e kom pastir një shok në Bruxelles, thash, ku je, tha e më punë. Thash, qysh në punë, thash, sot pushim është, jo tha nas kemi pushim. S'kem as në kite, në punë jemi. Po, nas kemi, po, kështu është rezultare, edhe tash sot kemi me diskutu këtë çështje, punën e 3 vjetorit, edhe festën, edhe ditën e 9 majit, ku që shënot, dëgjues që janë në për diaspor me i pyet apo shojnë as po shojnë, pse po shojnë, pse s'po shojnë, ama mirë të na, ama mirë të ata, edhe kështu që... Ama mirë këtu atje. Kita faleminderit shumë që ishit sot bashkë me ne, uroj të keni edhe suksese me tutje në emisionin tuaj dhe sigurisht jemi herave tjera. Flora, faleminderit shumë, faleminderit televizionit. Faleminderit. Agron kështu pra ishim bashkë me Agim Kitën dhe folëm për emisionin Folçlir. Unë me kaq përfundoj këtë linjë të drejt për drejt që mos ju markua edhe më shumë edhe juve, sepse ndoshta pak e zgjatëm edhe bisedën. E ke ndjesinë e kohës, Flora, jemi fiks me kohë, tamam sa me përmbyll edhe programin e mëngjesit për ditën e sotme, edhe me ju uru edhe Kitës për përvjetorin, sigurisht edhe Radio Kosovës, sa më shumë programe të mira edhe sa më shumë dëgjues që kënaqen me ato programe, pra me i përmbush ato pritjet që dëgjuesit që i kanë realisht karshi transmetuesit publik radios në këtë rast. Faleminderit Flora.